Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar. Dhe ne që mësojmë të mësime, nuk mund të jemi shpërfillës. Po ai që e mohon pejgamberin ton, ai që e fyn pejgamberin ton, ai që nuk ka pikë ndërgjegje për pejgamberin ton, mund të flet fjalë të tilla. Nga se nuk është i udhëzuar me mësimet e dritës së shpallës fatkeqësisht. Çka na ka mësuar pejgamberi jon të ndërvozën? Pejgamberi alayhis salatu wasallam dini, ishte i shtypur në Mekë. Ishte i persekutuar në Mekë. Dhe në përpjekje për të gjetur një hapësirë më të volitshme për misionin e tij doli nga Mekëja. Shkoi në Taif. Edhe atje nuk gjet mirë kuptim. U refuzua, u dëbua. Deshi që të kthehet prapë në vatanin e tij, në vendin e tij, në Mekën e tij. Mirë po kurajt e Mekës refuzuan me e pranu. Tha ke don nga Mekja, nuk hyn mrena mo. Mbeti jashtë i dërguar jon alayhi salatu wassalam. Një njeri nga idhujtarët, nuk besonte në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po ishte njeri, kishte karakter e dignitet. Çfarë bëri? Tha unë të fus në Mekë, ti je në mbrojtjen time. Dhe e mori e futi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Dhe kaq, nuk besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ndjeku rrugën e tij, vazhdojnë fenë e tij. Vazhdojnë në idhujtari. Vdiq ky njeri të ndërrozën. Pas sa viteve u shpërngul pejgamberi alayhis salam në Mekë, në Medinë, nga Mekë në Medinë. Pastaj edhe atje nuk e lënë rahat Kurajsh të Mekës. Ndodhi betejë e Bedrit, pak kilometra afër Medinës, pak. Ata kishin ardhur nga Mekja për ta sulmuar pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe në betejën e Bedrit u zun rob 70 nga Kurajsh të Mekës. 70 idhujtar u zun rob. Dëgjone pejgamberin e mëshirës, dëgjone pejgamberin e unitetit, të bashkimit, njerëzimit, humanitetit. Dëgjone çka thot pejgamberi i Allahut te barek o taala. Pejgamberi i mirënjohjes dhe falënderimit, çka tha? Kishte me qenë filoni gjallë. Çaj filoni? Dhe me kërku me i liru këta, kisha me ja fal krejt. S'ja haroj mirësinë që ma ka bo kur më ka fut në Mekë. Një 70 me një. Një aja ka shpotu e futin Mekë, ky 70 po e lëshon për ta. Thot kishte me qenë gjallë. Nuk ja haroj. Nuk tha ka qenë udhujtar, nuk tha ka qenë musliman, andaj t'ja shpërfillun e bamirësinë, t'ja harojun e kontributin. Jo. Idhujtar, feja është e tij, ama kontributi duhet dërsuar. Ti mirënjohës. Sa kemi folur nga ky minber, nga kjo xhumë, kemi thënë, jemi falërues Allahut fillimisht, normal, nga sa është Zoti jon, ai është dhuruesi begatis, pastaj mirënjohës dëshmorëve, mirënjohës të burgosëve politik, gjithë veteranëve, çdo kujt që ka dhënë mundin më minimal që sot situata atje çfarë kemi. Por mirënjohës edhe aleatëve që na ndihmuan, forcave të NATO ose kështu më radh, a duhet me qenë mos mirënjohës, pse ata nuk kanë fenë sikurse na? Kush na ka mësuar kështu? Na ka mësuar Islami që ti mirënjohës. Kush do qoftë? Mirënjohës din kiamet, kur se harrojmë ndërhyrjen, intervenimin për krahën e vazhdueshme, dhe jemi falëndrues edhe për ndërhyrjen, por edhe për mikpritjen e diasporës që kanë dalë me gjepat zbrazur, e sot janë nga kontributëdhënës më të mëdhenj të buxhetit të Kosovës dhe ndihmës tonë, familjeve tonë dhe ekonomisë tonë. A jemi mos mirënjohës? Jo, fetarisht e kemi të ndaluar. Prandaj që kjo fe na ka mësuar me kontribu para dhëun. Që kjo fe na ka mësuar me kon të zellshëm, të guximshëm, me duru, me qëndru, mos me lëshu venin. Dhe që kjo fe na ka mësuar me kon bashk. Dhe që kjo fe na ka mësuar me adit edhe tjetër çfarë do ku feja ti. Prandaj ata që dalin në emër të feve tjera e nuk përfaqësojnë ato fe, e thojnë se gjithmonë shqiptarët ja kanë poharin kësaj feje, e kësaj kur mendoj që shumë janë të dyshimta agjendat e tyre. Dhe shumë janë të dyshimta lëvizjet e tyre. Nga se kur s'ka pas të tilla në vendin tonë.